Tani të dashur shikues, kemi kaluar në pjesën tjetër të studios dhe kemi kënaqësinë që këta minuta t'i ndaj me Hoxhën Shemsi Gajtani, me cilin do të flasim gjerë e gjatë për rëndësinë që ka dita e Kurban Bajramit për muslimanët anë e kënd botës. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që je pjesë e emisionit dhe urime festa e Kurban Bajramit. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Urime dhe juve. Kënaqësi që të kemi në studio Hoxh, urime festën e Kurban Bajramit fillimisht edhe nga unë. A mund të na tregoni se sa e rëndësishme është falja e namazit në këtë ditë, pasi që festa e Bajramit vetë se fillon me faljen e namazit? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit dhe mëshirëplotit. Falenderojmë Zotin, dërgojmë selavat e përshëndetje profetëve të tij, në veçanti profetit ton Muhammed, paqja mëshira e Zotit qoftë mbi të dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij. Edhe njëherë shfrytëzoj nga rasti edhe unë që ju dhe të gjithë besimtarëve musliman të uroj festën e Kurban Bajramit. Zoti e boft paqe, mirësi, dashuri për të gjithë njerëzit. Realisht dita fillon me faljen e namazit të sabahut fillimisht. Pra kjo ditë edhe çdo ditë tjetër. Po dhe kjo fillon me faljen e namazit të sabahut dhe dikun 45 minuta, ashtu si që është e kërkuar me legislacion fetar, duhet të falet namazi i Bajramit. Namazi i Bajramit është prej syneteve, nuk është i rëngum në rangun e obligimeve patjetër me u falë, është prej syneteve, mirë po që është mirë të falet, sepse bën atë tubimin e besimtarve, atë bashkimin e besimtarve, që ka për qëllim edhe festa, edhe namazi, sidomos namazet në xhami e kanë këtë qëllim, e kanë këtë urtësi, pra bashkimin e besimtarve në një vend që të falen bashkë, të falen së bashku, sepse Zoti ka thonë Allahu është me ata që janë bashkë, me ata që janë të bumë, e kështu me radhë. Po çfarë mesazhi shpirtëror dhe njerëzor sjell festa e Kurban Bajramit për gjithë besimtarët musliman? Festa e Kurban Bajramit është një ndër festat më të mëdha në kalendarin islam, sepse ngërthen në vete disa data të caktuara. Fillimisht jemi në muajin Dhul Hijje, sipas kalendarit honor islam, aty ku janë 10 ditët më të mira të vitit, përfshi edhe ditën e Bajramit, pra ditën e sotme që jemi. Ngërthen në vete edhe ritualin e haxhit, kemi këtu edhe ditën e Arafatit, që është një ndër ditët më me vlerë dhe më të mëdha, dhe edhe pjesë e saj është edhe rituali i kurbanit. Pra, të gjitha këto mirësi, të gjitha këto data, të gjitha këto ngjarje të buara, nëse mujna me thonë, në një kohë të cilat me të vërtet dhanë një mesazh të madh dhe është një datë, një kohë, një ditë, kjo e cila e përmbyllat dhe ditëshin e muajit Dhul Hijje, mjaft e madhe dhe mjaft e rëndësishme për besimtarët islam. Me që jemi edhe të kurbanit, të thjerja e kurbanit, kush është i obligum me e bërë? Po, çdo musliman i moshërritur, i cili është i lirë, nuk është rob apo nuk është i robruar, është vendas, domethënë është në vendin e tij dhe ka mundësi materiale për blerjen e kurbanit, e ka vajib që ta thirrë kurbanin. Domethënë, nëse qoftë individ apo familje, e kanë vajib në rëng më njëherë në farzin që ta thirrin kurbanin. Po mund të mendojë që dikush nuk ka mundësi financiare për me e thirrë kurbanin, si do të me vepru në këtë situatë? Ata që nuk kanë mundësi financiare nuk janë të obliguar me thirrjen e kurbanit. Janë të obliguar vetëm ata që kanë mundësi financiare që ta blejnë dhe ta bojnë thirrjen e kurbanit. Po cila është domethënia e thirrjes së kurbanit? Domethënia e thirrjes së kurbanit
është një domethënie mjaft e madhe, është gatishmëria e njeriut për të sakrifikuar për Zotin e tij. Për të ndarë diçka nga ajo që Zoti ka dhënë shumë, për të ndarë një pjesë shumë simbolike që të jetë në gjendje të ja dëshmojë Zotit, atij që i ka dhënë shumë, atij që ka bën njeri, atij që ka kriju në formën më të mirë, atij që gjithçka tjetër që ka krijuar Zoti pos njeriut e ka kriju për njeriun edhe e ka urdhëruar, e ka nënshtruar që të funksionojë për njeriun. Pra të gjitha këto të mira që krijuesi i bani për ne, njerëzit, ne të jemi në gjendje që të sakrifikojmë të paktën një shtazë, një kafsh për krejt ato mirësi ose shej falënderimi ndaj krijuesit me qëllim ofrimin te krijuesi i gjithësisë. A mund të thirret kurbani edhe në emër të dikujt që tashmë ka ndruar jetë? Po, është një ndër pyetje që Të bëhet më shpesh ti ndoshta. Bëjegi shpesh na bëhet, a lejohet më prej kurbani për të vdekurit, bile një prej sqarimeve që e patëm edhe në ligjëratën e Bajramit sot, e kishim këtë çështje. Du ta dim një gjë. Kurbani është obligim, është vajib të prehet për të gjallët. Ta bojmë një ndarje edhe një sqarim. Është obligim, është vajib të prehet për të gjallët. Ndërsa për të vdekurit lejohet me u prej, me u sakrifikue, mirë po nuk është obligim. Nuk është obligim, sikur që është obligim për të gjallët. Prandaj, neve ju thamë edhe xhamatit, po shfrytëzojmë rastin edhe këtu, përmes valve të televizionit të juaj, që t'u themi se lejohet pa fije problemi, që të pritet kurban edhe për të vdekurit, mirë po paraprakisht është mirë që kurbani të prehet fillimisht për të gjallët, nëse familja ose individi ka mundësi që të pret mandej edhe një kurban tjetër për të vdekurit ose për të vdekurin e caktuar, mund ta bëj atë. Ose ta bëj një përmbledhje që në atë kurbanin që e pret për të gjallët, për familjen, për vete, në njetin e atij kurbanit të fos edhe të vdekurit nëse s'ka mundësi t'i blej ma shumë se një kurban. Mirë po nuk është mirë që kurban të prehet vetëm për të vdekurit, pa prej edhe për të gjallët. Po, a është e pranueshme thirrja e kurbanit në mënyrë kolektive apo përmes organizatave? Po. Në këtë rast, ajo që është më përgjegjësja në këtë rast për të gjitha çështjet e jetës fetare në Kosovë, në vendin tonë, është Bashkia Islame Republikës së Kosovës, e cila me përgjegjësinë më të madhe po e bën organizimin, prerjen, shpërndarjen e kurbaneve, dhe nuk ka asgjë të keqe që të bëhet kjo formë për t'u lehtësuar disa familjeve, disa personave të cilët e kanë obligim që të presin kurban, mirë po nuk i kanë rrethonat, kushtet, mundësit për prerjen, blerjen e kështu me radhë, dhe nuk ka kur gjë të keqe që t'i drejtohemi në këtë rast, vetëm do ta kemi të qartë që t'ju drejtohemi gjithmonë institucioneve përkatëse, legjitime, të cilat kanë atë obligim dhe e kryjnë atë obligim që e kanë përsipër. Po si ndohet mishi i kurbanit, si duhet me nda edhe si... A i lejohet edhe me jo besimtarët me nda? Patjetër, jo a lejohet, urdhërohet. Urdhërohet. Okej, a na tregon pak për këtë pjesë, ç'është duhet me nda? Kryesisht është prej syneteve që mishi i kurbanit të ndahet në 3 pjesë. Një pjesë të mbetet për vete, për familjen, një pjesë të shpërndahet nevojtarve, dhe një pjesë të shpërndahet të afërmve dhe komshive. Në këtë rast, nëse dikujt i rastis që ta ketë komshiun e tij të
fesë tjetër, apo edhe të nacionalitetit tjetër, e ka obligim që të dhurohet një pjesë e mishit edhe ati personi, ati komshiu, edhe nëse nuk është i besimit të tij apo i nacionalitetit të tij. Diçka të tillë kanë bërë dhe vetë shokët e pejgamberit alayhi salatu vesselam që kur e kanë prej kurbanin ende pa e nda pjesën për familjen e vet, e kanë nda pjesën dhe ja kanë dërgu, ja kanë dhuru komshiut të cilin e ka pas jehudi. Okej. Do me thonë përveç që lejohet edhe urdhërohet edhe këshillohet nga feja. Okej, shumë mirë. Çfarë këshille do ju japni të rinjve kryesisht për të kuptuar dhe për ta përjetuar këtë festë më mirë? Është me të vërtetë një çështje të cilën duhet të përqendrohemi dhe të fokusohemi në ruajtjen e dy komponenteve kryesore, të rregullave tona fetare dhe traditave tona të mirëfillta kombëtare. Kjo është parim nëse dom që të funksionojmë, të jetojmë si shqiptar musliman në këto troje, apo kudo që të jetojmë, të frumojmë si shqiptar musliman, duhet të ruajmë këto dy komponente dhe të vazhdojmë përpara, të respektojmë, të nderojmë, të çmojmë të gjitha besimet, të gjitha nacionalitetet, të gjitha racat, të gjitha ngjyrat, mirë po t'i festojmë edhe t'i kremtojmë edhe t'i mbojmë lartë vetëm festat tona fetare dhe kombëtare. Dhe jo duke menduar se po europianizohemi apo po kulturohemi apo po civilizohemi, t'i lëm festat tona, t'i lëm rregullat tona, t'i lëm traditat tona të festuarit dhe të marrim tradita e kultura tjera. Kjo nuk është as europianizim, as civilizim, por është humbje, është devijim drejt një asimilimi i cili është rrezik edhe për ne, edhe për familjet, edhe për traditat, edhe për festat tona e kështu me radhë. Po, cila është rëndësia e ditës së Arafatit në Islam? Rëndësia e ditës së Arafatit është mjaft e madhe, bile thuhet që këtij 10 ditëshi të Dhul-Hijjes ja ka dhënë madhështinë ndodhja në të e ditës së Arafatit. Sepse për kësaj dite lidhet edhe haxhi. Pejgamberi alayhi salam ka thënë el hajju Arafa, haxhi është Arafat. Pra, një ndër ato rregullat kryesore të haxhit është edhe qëndrimi në kodrën e Arafatit. Në këtë ditë thuhet që ka zbrit edhe një nga ajetet, jo ndoshta i fundit, po prej të fundit të Kur'anit, dhe kjo pra është dita për të cilën pejgamberi jon ka thënë kush e agjeron ditën e Arafatit, shpresoj që Zoti t'ia falë mëkatet e 2 viteve, dhe vitit aktual dhe vitit që do të vjen. Mbi vlerën e këtyre ditëve, e sidomos të ditës së Arafatit, është betuar dhe Zoti në Kur'an, në një sure ku një pjesë e madhe e komentatorëve, e njerëzve që e njohin dhe kanë shpjeguar Kur'anin, kanë thënë se më të vërtetë ky betim dhe në kjo pjesë, këto ajete të Kur'anit kanë pas për qëllim pikërisht 10 ditët e këtij muaji, sidomos natën e Bajramit e njohur te na, ose ditën e Arafatit. Cili është mesazhi më i madh që haxhi edhe festa e Kurban Bajramit i japin shoqërisë sot? Mendoj që edhe haxhi edhe festa e Kurban Bajramit japin një mesazh të unitetit, të bashkimit, të ofrimit mes veti e kështu me radhë. Pra, zaten të gjitha festat, na thamë që dhe njëna prej arsyeve edhe të namazeve ditore
jo vetëm aty në namazeve vjetore, si që namazet e bajrameve, ose ritualeve vjetore, si që është haxhi, por edhe namazet ditore e kanë për qëllim ofrimin, bashkimin, unitetin mes njerëzve. Pra, njerëzit nga e gjithë bota të bohen në haxh. Të gjitha kulturat, të gjitha racat, të gjitha ngjyrat kanë një qëllim, kanë një synim, kanë një arsye të udhëtimit. Dorëzimin para Zotit Gjellëshanuhu. Shijimin e kënaqësive të atyre vendeve të shejta, sidomos tek haxhi, i cili dihet fare qartë se shtëpia e parë e ndërtuar mbi sipërfaqen e tokës është shtëpia në Qabe, pra, në Mekë, dhe ajo gëzon një bekim prej anës së Zotit, Gjelle Gjelaluhu ve Gjellëshanuhu, po dhe bajrami si fest, Zoti nuk ka dasht me na lan anash dhe me ban një fest apo një mirësi vetëm për ata të cilët kanë mundësi udhëtimi deri në Qabe, sepse tash po e shohim që janë edhe kosto financiare për disa njerëz të cilët ndoshta kanë dëshirë, mirë po nuk kanë mundësi me shku deri atje. Një pjesë tjetër, unë ua kam thonë në ligjeratat gjatë këtyre ditëve njerëzve, haxhi nuk është vetëm për haxhit, vetëm për ata që shkojnë atje. Haxhi është për çdo besimtar, për çdo musliman. Ata kanë shku me trup edhe me shpirt atje, ndërsa ne duhet jemi bashkë me ta, me shpirt, duke i përjetue ditët më të mira të vitit. Pra, Zoti ka dasht edhe na ka beku edhe ne, duke na i mundësu agjërimin e ditës së Arafatit, çka nuk e kanë të lejuar ata që janë në haxh. Përveç këtyre festave që e potencove që përcjellin mesazhet shumëta për njerëzimin, për shoqërinë nga feja islame, ne kemi gjithashtu edhe ilahijat të cilat përcjellin mesazhet shumëta dhe mundohen që me kap një audiencë gjerë, edhe me u përcjell krejt mesazhet kryesore dhe më të rëndësishme edhe këshillat e fesë kryesisht. Përmes ilahive. Përmes ilahive. Kemi gjithashtu edhe ilahi nga te, që përcjellin mesazhe edhe kisha dashur me ditë se si shkon incizimi i tyre dhe si shkruhen tekstet edhe si ndodh ky procesi. Faleminderit. Fillimisht dua ta falenderoj Zotin që ma ka dhënë këtë dhunti, ma ka dhënë zërin dhe them që ndoshta prej shkollës fillore atje kam fillu me përdor kështu zërin në ditët e shkollave, ku kemi këndu qoftë himnin kombëtar, qoftë ndonjë këngë caktuar për shkollat, për ta profesionalizue shumë në gjatë vitit 99-2003 në shkollën e mesme, në medresinë e mesme, në kurin e medresisë e mesme, aty ku me të vërtet kam kalu momentet edhe ditët edhe qastet më të lumtur edhe më të mira të jetës, ndoshta e shfrytëzoj nga rasti ti përshëndes edhe shokët e gjeneratës dhe të gjithë ata të cilët dhe me të cilët kemi kaluar ato ditë edhe ato qaste të mira, për të vazhduar më tutje tani në të gjitha rastet, në të gjitha mundësitë në të cilat njerëzit na kanë ftu për të këndu ilahi, qoftë në organizime të ndryshme, qoftë në për vdekje, në për të pamë, në për përmbyllje të pamëve, që unë i falenderoj shumë njerëzit, ndoshta mund t'ju edhe t'ju kërkoj ndjes, që ka raste kur edhe nuk mund t'ju përgjigjemi, sepse janë ftesat e shumta. Ilahit zakonisht janë tekste të cilat përmbajnë një mesazh të mirë, qoftë fetar apo kombëtar, qoftë social apo njerëzor, nuk është të thonë të ketë ilahia vetëm tekst të karakterit fetar. Po. Mund të ketë edhe tekst të karakterit kombëtar, njerëzor, social, moral, e kështu me radhë. Unë
kam pas kështu ondër të jetës me thonë, bërjen e një ilahie ose një albumi, në drejtim të cilit kemi filluar me punu. Unë nëse nuk është e tepërt dua ta falenderoj kështu publikisht Rinar Ukimerin, i cili ma ka pregadit ilahin e parë, të cilin e kam bo në njërë kështu profesionale, dhe inshallah me emrin e Allahut do të mundohemi që ta realizojmë, ta bojmë edhe albumin komplet. Të urojmë shumë suksese dhe të falenderojmë shumë që sot ishe pjesë e emisionit Alarm dhe që i ndave krejt informacionet edhe mesazhet me ne dhe me shikuesit tanë. Shumë faleminderit edhe nga ona ime, faleminderit, përshëndetje për gjithë edhe njerë urime, festa e Kurban Bajramit, paqe, mirësi, dashuri, paqe njerëzit kudo që janë, ta shfrytëzojmë këtë festë dhe festat të tilla për mirësi e për dashuri. Faleminderit. Faleminderit shumë.